Përshëndetje, shenja e shigjetarit. Kjo është panorama e interpretimit javor, pas lutjes dhe meditimit. Kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Gjendja juaj nis me magjistarin. Ju jeni në një moment shumë të fuqishëm personal. Keni mendjen, fjalën, vullnetin dhe energjinë për të krijuar realitetin që dëshironi. Nuk jeni në mëshirë të rrethanave, përkundrazi, jeni në një fazë ku mund të ndikoni drejt për drejt në atë që ndodh. Shpirti juaj është i zgjuar, kreativ, i vetëdijshëm për fuqinë që ka. Më pas kemi 4 monedhat dhe këtu shohim një kontrast. Edhe pse keni potencial për krijim, po mbani fort diçka. Mund të jetë një ndjenjë, një situatë, një person apo edhe një frikë. Është karta e kontrollit dhe e kapjes pas së sigurtës. Ju po mbroni veten nga humbja, por njëkohësisht po kufizoni rrjedhën. Me 5 kupat kjo kapje shndrohet në trishtim. Kjo është karta e keqardhjes, e humbjes, e nostalgjisë. Ju po mendoni për diçka që ka ikur, për atë që nuk doli siç shpresonit. Është një dhimbje e butë, jo dramatike, por e vazhdueshme, një mall që nuk është shuar plotësisht. Dhe në fund kemi 10 monedhat. Kjo është karta e stabilitetit dhe e rrënjve. Tregon se pavarësisht të dhimbjes dhe frikës nga humbja, ju jeni duke ndërtuar një bazë të fortë për veten. Është siguri afatgjatë, jo kënaqësi momentale. Shpirti juaj po thot, unë dua diçka që zgjat, jo diçka që digjet shpejt. Kalojmë tek familja dhe në familje energjia juaj hapet me 6 shpatat. Kjo është karta e largimit nga dhimbja. Mund të ketë qenë një situatë e vështirë, një konflikt, një periudhë e rëndë dhe tani po ndodh një lëvizje drejt qetësisë. Nuk është domosdoshmërisht një largim fizik, por mund të jetë edhe emocional, pra një kalim në ujëra më të qeta. Më pas kemi kullën dhe këtu ndodh tronditja. Kjo është karta e shokut, e prishjes së strukturave të vjetra, e një të vërtete që shemb iluzione. Mund të jetë një ngjarje e papritur, një lajm ose thjesht një kuptim i fortë që ndryshon gjithçka. Familja ka kaluar ose po kalon një moment ku diçka nuk mund të qëndrojë më si më parë, pra me 2 monedhat vjen përpjekja për balancë, pas shokut, pas kaosit të vogël apo të madh, duhet fleksibilitet. Dikush po përpiqet të mbajë ekuilibrin mes 2 situatave, 2 emocioneve, 2 realiteteve. Pra është faza e adaptimit, do të thoja unë. Dhe në fund 2 shkopinjt. Kjo është karta e zgjedhjes, së drejtimit. Familja nuk është më vetëm në mbijetesë, por po mendon për të ardhmen, për çfarë rrugë të marr, për si të rindërtoj pas asaj që u shemb. Kalojmë tek dashuria, dhe dashuria fillon me energjinë e 3 monedhave. Kjo është karta e bashkëpunimit dhe e ndërtimit së bashku. Dashuria nuk është vetëm emocion, është përpjekje, komunikim, punë e përbashkët. Ju jeni gati të investoni kohë dhe energji në një lidhje reale. Më pas kemi 6 monedhat dhe kjo e forcon idenë e ekuilibrit. Është karta e dhënies dhe marrjes. Tregon se dashuria ka potencial të jetë e drejtë dhe e barabartë, pa sakrifica të njëanshme. Me 6 kupat vjen nostalgjia. Kjo është karta e skaluarës, e kujtimeve, e lidhjeve karmike. Mund të kthehet dikush nga e kaluara ose të rikthehen ndjenja të vjetra, por kjo kartë nuk është vetëm për rikthim, është për shërim të fëmijës së brendshëm, për dashuri të pastër dhe të sinqertë. Dhe në fund kemi 8 monedhat. Kjo është karta e përkushtimit
Dashuria për ju nuk është më iluzion. Është diçka që kërkon punë, durim dhe investim. Ju jeni gati të ndërtoni diçka serioze, jo vetëm të ëndërroni. Kalojmë te puna dhe në punë energjia juaj hapet me rrotën e fatit. Kjo është karta e kthesës karmike. Diçka po ndryshon në mënyrë të pashmangshme. Mund të jetë një mundësi e re, një mbyllje, një ofertë ose thjesht një ndjenjë se jeta profesionale po hyn në një cikël të ri. Më pas kemi kryepriftëreshën dhe këtu ndodh heshtja. Kjo kartë tregon se shumë gjëra po ndodhin prapas skenës. Ju ndjeni se diçka po përgatitet, por nuk e shihni ende qartë. Intuita juaj është shumë e fortë në këtë fushë, më shumë se sa ai informacioni racional. Me Heremitin ju tërhiqeni. Kjo është karta e reflektimit dhe kërkimit të brendshëm. Mund të ndiheni të vetmuar profesionalisht ose thjesht në një fazë ku po kërkoni kuptim më të thellë, për shembull të tipit a është kjo vërtet ajo që dua të bëj me jetën time? Dhe në fund vdekja, kjo është transformim i madh, një fazë përfundon përfundimisht dhe një tjetër fillon. Nuk është humbje, është rilindje, është një fund i nevojshëm për të hapur një kapitull krejt të ri. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi Intuita. Intuita është vula e gjithë leximit tuaj. Mos kërkoni përgjigje vetëm jashtë. Mos u mbështetni vetëm te logjika. Këtë javë udhërrëfyesi juaj më i fortë është zëri i brendshëm. Ju jeni shigjetar dhe këtë herë shigjeta juaj do të shenjastroj intuitën. Paçim.